Ngrihuni në orën 6, pini kafe në zyrë, në orën 6:30 dhe planifikoni ditën. Pastaj përfundoni porosit deri në mesditë. Bëni disa punë në zyrë pas dites dhe më pas përmbushni porosit e tjera deri në mbrëmje. Kështu puna e përditshme e sipërmarrësve të rinj si Lori Krasniqi në Zvicër. E pazakontë, Lori Krasniqi është vetëm 21 vjeç, por ka rreth një vit e gjysmë që drejton kompaninë e tij sanitare dhe ngrohje. Ai ka pasur gjithmonë një frymë sipërmarrëse dhe ka dashur të bëhet i pavarur, thot për 20 minuta. Kur isha ende i ri, aq më i ri se tani, bleva lugë të vjetra të thyera i nxorra për t'i gëtvishur dhe i shisja me fitim, kujton Loriku. Por kjo përfundoi kur ai filloi praktik si instalues sanitar dhe ngrohje. Mësuesi im kishte kërkesa të larta. Si nxënës, Krasniqi ka mundur të marrë shumë përgjegjësi në kompaninë e tij në atë kohë. Ai përfundoi trajnimin e tij në një kompani të vogël, me vetëm një pjesë të vogël të punonjësve. Ishte një kohë e vështirë. Mësuesi im kishte gjithmonë kërkesa të larta. Atëherë më rëndonte natyra e tij strikte. Sot jam i lumtur. Ai më dha shumë me saktësinë e tij. Pas diplomimit ai vazhdoi të punonte për gjysmë viti derisa ju desh të shkonte në ushtri. E doja pas vetes, ndaj zgjodha shoqëruesin. Tani jam i lumtur ta marr këtë vendim. Si një sipërmarrës i pavarur, nuk do të kisha kohë për të ndjekur një kurs përsëritës 3 javor, thot instaluesi i hidraulikës dhe ngrohjes. Pas ushtrisë ai mori celularin dhe pyeti shumë dyqane në zonë nëse kishin shumë punë. Kur ai i thirri kompaninë Kosh, klienti kishte një ofertë edhe më të mirë për të. Kosh po kërkonte një pasardhës. Themeluesi Markus Kosh kishte drejtuar më parë sipërmarrjen e vet për 25 vjet. Nuk njeheshi më parë, shpjegon Loriku. Besimi që ai mori nga Kosh është vështirë i kuptueshëm për sipërmarrësit e ri. Edhe nëse ai nuk është më i përfshirë me të vërtet, unë po udhtoj me emrin e tij. Para se të merrte kompaninë, Kosh i tregoi gjërat më të rëndësishme për 3 muaj. Ai u bë mentori im, deri më sot ai më ndihmon nëse mund t'i përballoj vetë gjitha porosit. Kompania ju besua atij. Krasniqi pastaj e konvertoi pronësin e vetme në GmbH. Unë ende kujdesem për shumë nga klientët e tij të vjetër sot. Ballafaqimi dhe kontaktimi me klientët është pothuajse gjëja më e rëndësishme në një biznes shërbimi si ky. Si klient 21 vjeçari mund të kontaktohet jo vetëm gjatë orarit të punës. Ai gjithashtu bën një shërbim biletash dhe mund të kontaktohet me telefon rreth orëve të tjera. Punonjësi i tij i përhershëm është 2 herë më i vjetër se ai, por mosha nuk ka rëndësi për Lori Krasniqin. Nëse dikush e pyet për moshën, ai e merr me humor. Asnjë nga punonjësit e mi nuk e di moshën time të saktë. Ata zakonisht vlerësojnë diçka rreth të 30-tave. Unë nuk e kundërshtoj ato, por thjesht përgjigjem. Po, pra plus minus është i saktë. Për të, nuk ka rëndësi mosha, por mënyra se si sillen me njëri tjetrin, respekti, besimi dhe vlerësimi i ndërsjellët janë ajo që është në të vërtetë një ekip i mirë.